Pas rastit të fundit në të cilin një nënë dhe një vajze humbën jetën, shoqatat jo qeveritare u bëjnë apel autoriteteve që ta përdorin miratimin e ardhshëm të strategjisë kombëtare për parandalim dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje 2026-2033, si piknisje për këtë ndryshim dhe përmirësim të situatës. Nga platforma për barazi gjinore dhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi, thonë se rastet e fundit me pasoja fatale për viktimat dhe të dashurit e tyre në Veles, Shuto Orizari dhe Shkup, si dhe fakti që në vitet e fundit më shumë se 15 raste të dhunës në familje janë raportuar në polici çdo ditë, duhet të jenë një alarm për një ndryshim themelor në qasjen e shtetit ndaj këtij problemi serioz shoqëror. Ne kërkojmë që qeveria të përparsoj planifikimin dhe ndarjen e duhur të fondeve të nevojshme buxhetore për zbatimin konsistent të planit të parë të veprimit 2026-2029, me një rritje vjetore të përcaktuar qartë dhe progresive të fondeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Shoqatat jo qeveritare kërkojnë në mëtej intensifikimin e parandalimit të dhunës përmes fushatave për të sqaruar se çfarë është në të vërtetë dhuna në familje, cilat forma të dhunës ekzistojnë, cilat janë pasojat dhe nevojat e grave që kanë vuajtur, si dhe si të përdorin mekanizmat e mbrojtjes ligjore. Përfshirja graduale e të gjithë praktikuesve në një proces të edukimit fillestar dhe të vazhdueshëm të detyrueshëm, me objektiva çdo 6 muaj, në mënyrë që brenda 2 viteve të mbulohen të gjithë praktikuesit që kanë kontakt drejt për drejt ose të tërthort me viktimat. Nga platforma për barazi gjinore dhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi, thonë se rastet e fundit tragjike, të cilat i vlerësuan si rezultati një sistemi jo funksional, duhet të jenë një pikë kthese për shtetin, që të kalojë nga masat deklarative në mbrojtje reale të grave dhe fëmijëve.